Edmond Isaku është një arkitekt i talentuar nga Struga, i njohur për qasjen e tij unike në dizajnin arkitektonik. Për të rinj që aspirojnë të ndjekin një karrierë në arkitekturë, shembulli i Isakut tregon rëndësinë e zhvillimit të një stili personal dhe të guximit për të sfiduar normat ekzistuese. Duke u përqendruar në integrimin e kulturës dhe estetikës në dizajn, ai frymëzon moshatarët e tij të krijojnë ndërtesa që pasqyrojnë identitetin dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës në komunitetin e tyre. Isaku Arkitektur tashmë është në studio e cila po bën vitin e saj të 4 tashmë, domethënë sapo ka nisur dhe jemi duke ecur drejt hapave, domethënë të sigurta, jo të shpejta, por domethënë dal nga dal për me suksese të mëdha. Qëllimi jon i studios tonë është që në të ardhmen, pse jo të jemi një konkurrues në nivelet ndërkombëtare, domethënë duke shpërndarë eksperiencën tonë me studiet tjera arkitektonike në përbot. Edmond, pasi jemi në fillim të 2024 shi për ju dhe studion tuaj, si shkoj? Po, padyshim, domethënë viti 2024 ka qenë një vit i suksesshëm me projekte të reja, me realizime të reja dhe normal, domethënë punë që kemi nisur, ndoshta edhe kanë përfunduar, domethënë si projekt. Edmondi, student i Tiranës. Çka ka ndihmuar studimet në Tiranë për Edmondin që ka studiuar aty dhe ka zgjedhur Tiranën? Dhe çka ka sjell më të mirën për Struga? Po, padyshim që studimet në Tiranë kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, domethënë në përvojën time tashmë që sapo ka nisur. Dhe domethënë eksperiencat që i kemi pas atje kanë qenë shumë të mira, sidomos me pedagog italian, të cilët vinë nga shkollat më të mira shumë të Europës apo të botës. Po padyshim kemi pas edhe pedagogë që domethënë shqiptar, po kanë mbaruar studimet e tyre në fakultete më të mira gjithashtu të Europës apo të botës. Sidomos dhe pedagogë që kemi pas domethënë tamam domethënë të vendit aty kanë qenë vërtet jashtëzakonisht shumë profesionistë dhe përvojat e tyre që kemi shkëmbyer me ato, domethënë sot e sot domethënë ato vlejnë për ne. Ju e mendoni që Tirana ishte më e avancuar në këtë drejtim dhe pra çdo do të jeni pjesë e Tiranës? Po, deri diku po, por nuk domethënë që me patjetër është domethënë më e avancuar, sepse normal që edhe këtu të neve shumë arkitekt apo studio domethënë që bëjnë projekte jashtëzakonisht bukura. Mirë po ato domethënë me Italinë, bashkëpunimet e atyre apo janë më të hapur. Lidhja e tyre me Italinë, domethënë normal që eksperiencat mund të jenë më të mira. Ky profesioni juaj sa ka kaluar në pasion për ju? Po, përderisa e jetojmë çdo ditë këtë profesion, padyshim që është këty në pasion, domethënë është më shumë pasion tashmë se sa profesion. Si inspirohet arkitekti Edmond në këtë rast? Cilat janë burimet e inspirimit për ndërtime që juve tani më thjesht keni dalë dhe keni realizuar disa prej tyre? Veçanërisht punoni me klientët e qytetit ose edhe më gjerë? Po, domethënë 90% të rasteve, domethënë klientët i kemi domethënë në vendit patjetër, gjithashtu emigrantë tonë, domethënë diasporës, të cilët ato janë domethënë realizuesit më të mëdha të projekteve, domethënë investitorë më të mëdha janë domethënë Mërgata. Po kemi pas edhe projekte që mund edhe në ofër, kemi pas disa projekte që më dhe jashtë shtetit, domethënë në Zvicër dhe bashkëpunime të vogla. Dhe inspirimet normal, si që thashë edhe më herë, normal. Të pyeta për inspirimet sepse kemi ndjekur disa planet tuaja edhe na kanë bërë përshtypje në këtë aspekt, për këtë arsye të pyeta edhe për inspirimet. Faktikisht jeni arkitekt që dalloheni nga arkitektët tjerë. Po, domethënë, faleminderit për komplimentin. Ka edhe këtu domethënë arkitekt shumë të mirë, domethënë jashtëzakonisht mirë me përvoja shumë të gjata pune. Po, domethënë duke ndjekur edhe ndërtimet apo objektet ndërkombëtare që mund të zhvillohen nëpër botë, literatura të ndryshme, domethënë duke mbledh këto materiale që domethënë vjen dhe inspirimi nëpër duke u plotësuar klientëve domethënë dëshirat e tyre. Cilat janë sfidat më të mëdha që ke hasur gjatë karrierës? Sfida më të mëdha gjatë karrierës, domethënë padyshim që sfida më e madhe ka qenë investimi, domethënë hapja e kësaj studios.
kjo është një nga sfida më të mëdha të cilat dalë po e kaloj. Dhe normal ballafaqimi me klientët i drejt për drejt, domethënë si në fillimet tona, domethënë kanë qenë domethënë pak të nuk kanë qenë domethënë as thjeshta, por gjithsesi me bashkëpunime me kemi arritur domethënë të dalim domethënë mba. Ju përveç se bëni plane në studion tuaj, prekni sadopak edhe interieri. Si funksiononi në këtë pjesë? Po tash interieri domethënë jemi futur edhe kësaj fushe, por 70% e punës tonë është domethënë ka të bëjë me projektimin, po interieret që normal ka pas kërkesa, kemi realizuar disa, domethënë në varësi të klientëve, për shembull kërkesat e tyre, normal që edhe ne japim mendimin ton, domethënë përputhen mendimet dhe dele rezultati, domethënë ai përfundimtari që ka duhet që më për një investitor apo klient. Kush janë disa figura apo stile që juve faktikisht bazoheni apo frymëzoheni më shumë në punën tuaj? Po, padyshim shembull, unë personalisht e kam, si ta them, një inspirim apo idol kur thonë ato, e kam arkitektin me famë botërore, Richard Meier, i cili për mua është një frymëzim. Ai, domethënë, kryesisht projektet e tij janë bashkëkohore, moderne, dhe veçanta e tij është sepse ai gjithmonë në ngjyrën e bardhë, domethënë e ka 90% të objekteve e ka trajtuar me ngjyrë të bardhë. E bardha paqësore. Juve, sa kohë ju merrni projekte dhe përpiqeni në projektet tuaja të jeni unik, të dalloheni faktikisht? Tash projektet varësi me klientët, domethënë bashkëpunimi me klientët, kërkesat e tyre, padyshim që ne japim idenë e parë për shembull, pastaj konsultim me klientin, dëshirat e atij, dhe deri diku domethënë s'mund ta caktoj shembull se sa kohë mund të marrë, po realisht për ndoshta një javë, domethënë diçka e tillë, domethënë jemi tek idetë e para apo drejt një realizimi, domethënë pas tyre të vogël, domethënë se çka domethënë kemi projektuar apo ideu. A keni një ëndër për një projekt, a punonin në bazë të ndonjë projekti që mund t'i falni qytetit të Strugës ose institucioneve të qytetit të Strugës? Po, padyshim që po, kjo ka qenë një ëndër e kahmotshme. Për shembull, në vitin e tretë, mos gaboj të fakultetit, në lëndën e projektimit, domethënë arkitektonik, kemi pas domethënë për projektimin e një objekti domethënë komercial apo multifunksional, që gjithkush ka pas ato domethënë zgjidhjen e vet. Për shembull, zgjodha parcelën e ndërtimit, për shembull, zgjodha në Strugë, dhe duke ideu apo projektu, domethënë me një profesor që ka qenë për mua i jashtëzakonshëm shqiptar, tashmë ai është i ndjer, Vladimir Bregu, domethënë unë student ai profesor, me këshillat e atij kemi projektuar një sallë koncertesh apo një teatr, domethënë ndërthurur me teatr, e cila është në formën e anijës, e vendosur domethënë diku përballë liçenit, domethënë është vija e dytë e liçenit, ku është i vendosur horizontalisht, domethënë nga ana e lindjes dhe perëndimit që i ka ulset apo publiken, ndërsa në mes është skena e cila në funksionim të pistonave vertikal, domethënë bën dhe ngjitjen e artistave që më për në skenë, nëse kjo funksionon si shallë koncertesh, pastaj nëse do ta kthesh në teatr, atë pjesën shembull në gjysmën e publikës se e keni ideuar si amfiteatër të hapur ose është i mbyllur? Jo, është i mbyllur, domethënë, është kombinim sallë koncertesh dhe teatr. Wow, sa e bukur do t'ishte po të ishte realizuar në qytetin e Strugës. Edmond, para se të mbyll të bisedë, kaq të bukur, na thuaj një sekret, si keni arritur që për një periudhë kaq të shkurtër, kaq ri të arrini një gjë të sukses? Po tash, domethënë, gjithkush, çdo njeri në jetë ka ambicie, por domethënë që të arrish deri te suksesi duhet të jesh i drejtë, punëtor, domethënë jo shumë fjalë, por shumë punë, dhe normal duke i respektu, domethënë, për t'ia plotësuar dëshirat çdo klienti, domethënë, që të arrijë te suksesi.
Në përmbyllje të kësaj bisede, Edmond Tisaku na tregoi se arkitektura nuk është thjesht një ndërtim, por një formë arti që reflekton kulturën. Suksesi i tij dëshmon se përkushtimi dhe vizioni i qartë janë çelësi për të lënë gjurmë në botën e arkitekturës.